Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, në vijim të seancës plenare, u është përgjigjur akuzave të kryedemokratit Sali Berisha për projekt buxhetin e vitit 2026 dhe për ligjin për barazinë gjinore. Balla deklaroi se burrat dhe gratë e këtij vendi do të paguhen një lloj. Ky është edhe qëllimi i qeverisë. Socialisti tha se kërkohet të arrihet një parlament me 70 gra dhe 70 burra. Duke u përgjigjur kryedemokratit, Balla tha se Berisha është kundër grave në Këshillin Bashkiak. Politizimi i kësaj çështje nuk ka as pak të bëjë me këtë ligj. Në këtë ligj, zonja zotëri, motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi, thuhet qartë që në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë më gratë që të paguhen më pak se burrat për shkak se janë gra. Por gratë dhe burrat e këtij vendi do paguhen gjithë një lloj. Dhe është qëndrimi i kësaj shumice parlamentare, që sot kemi shumë gra në këtë parlament se sa të kishim 2005-ën. Është qëndrimi i kësaj shumice që sot kemi numrin më të madh të vajzave dhe grave të nderuara në këtë sallë që nga viti 1920 dhe që synimi jon është të shkojmë një ditë që në këtë sallë të kemi 70 burra dhe 70 gra. Sa i përket kalendarit, sepse kalendari për ne është më i rëndësishëm. Kalendari është më i rëndësishëm. Ti ta tregoj unë sepse por mos bëj atë zhurmën që bën nëpër studio. Nga ana tjetër, deputeti demokrat Belind Kolliçi kërkoi përjashtimin nga seanca plenare të deputetit dhe kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Kolliçi tha se kjo mas ndaj Ballës duhet të merret që sot nga kuvendi, pasi ka fyer, gënjur dhe intimiduar deputetët e Partisë Demokratike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste fyu, përveç se gënjeu në gjithë retorikën e tij propagandistike, fyu drejt për drejt deputetët e opozitës, duke përdorur termin nuk jam si këta që lehin, apo nuk jam si raca e këtyre. Kërcënoi deputetin Balliu duke i thënë ta tregoj unë ty, se me ty merrem unë, dhe ndërkohë intimidoi dhe deputet tjerë duke i thënë dikujt mashtrues, dikujt gënjeshtar dhe duke gënjur gjatë gjithë kohës në mënyrë të përsëritur. Kërkoi në zbatim të nenit 65 rregullores dhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të merret masa disiplinore për përjashtimin nga seanca të deputetit Tauland Balla, për fyerjet përsëritur ndaj deputetëve në këtë sallë, ndaj deputetëve të opozitës. Gjatë seancës nuk kanë munguar as debatet dhe shkeljet e rregullore së institucionit. Për këtë motivacion, kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka njoftuar masa ndaj 3 deputetëve demokrat, Lëviz Balliu, Flamur Noka dhe Gens Razimiri. Ndaj tyre janë caktuar masat e vërejtjes dhe tërheqjes së vëmendjes. Jo, nuk ka diskutim tani sepse jemi ulunit ja usqaroj. Ulunit ta sqarojmë. Ta sqarojmë pra ulu. Nuk ja jap dot për replik pa mbaruar fjalën. Në bazë të nenit 64 të rregullores, zoti Lëviz Balliu mori masën të rreqe vëmendje. Për shkak të përsëritjes të tyres rregullores, zoti Lëviz Balliu merr masën vërejtje. Neni 64 fraksion 1. Masën e tërheqjes vëmendjes sipas nenit 64 e merr edhe zoti Gens Razimiri dhe zoti Flamur Noka.